Faleminderit për këtë surprizë. Tani kthehemi ke unë dhe ke Pandi. Nuk jemi kaq ritmik sa këto vajzat jashtëzakonshme, po jeni të bindur që siç rrihnin këmbët e tyre në këtë podium, kështu rreh në çdo çast edhe zemra edhe mendja jon për të bërë më të mirën. Dhe siç e kam thënë dhe më parë, ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne s'kan ku gjejnë ata që kërkojnë. Ndërkohë që ju që jeni këtu se s'ka më të mirë se ju. Unë dua të mbyll atë parantezën që nisa, kur Pandi më kërkoi për të folur për fushatën e tjerë, edhe më tha, më vjen mirë, tha, që jam në Kavaj edhe në Rogozhin, po të pyes, tha, pse? Edhe i thash, ik njëherë dhe se do të jap përgjigjen një ditë, dhe kjo është momenti për t'i dhënë përgjigjen. Pse? Ky bulevard këtu nuk ekzistonte kur ne morëm detyrën. Ky qytet ekzistonte, patjetër që ekzistonte, por nuk ishte ky qytet që është sot. Dhe këtë mund ta dëshmoj çdo qytetar i Kavajës, pavarësisht bindjeve. Nuk besoj se dikush sado inat të na ketë apo të më ketë mua për më tepër, mos na japi këtë hak që Kavajën ne e nxorëm nga plerat e Harresës, dhe jo vetëm të Harresës, po dhe të një përçmimi që i vinte jo nga ne, që nuk na kishte votuar kur Kavaja, po i vinte nga ata të cilëve Kavaja ju kishte dhënë mbështetje pa kushte për gati çerek shekulli. Dhe sot nuk ka në Kavaj një vend, dhe nuk ka në Kavaj një ndryshim që e bën këtë qytet shumë më tërheqës, shumë më mesdhetar, shumë më europian, siç është gjithë ky territor këtu, që nuk ka vullën e mbështetjes time dhe të Partisë Socialiste për Kavajën. Nuk ka. Se po shifsha këtu tani që pllakat janë zëvendësu me beton. Nuk jemi ne këta. Nuk i bëjmë ne këto. Dhe tani sot ne jemi këtu natyrisht për të folur për 11 majin dhe për një fushat kombëtare dhe për një palëzjedhje kombëtare, por ja që përçmimi i dikurshëm dhe ajo ndjesia e tmerrshme e atyre që ja morën Kavajës votën në mënyrën më pa kushte, është në fakt karakteristika e asaj kënete dhe ati bufi në kryet kënetës që njerëzit i do si specie nën hyshmin e vetë dhe që asnjëherë nuk mendon se si ti ngrej. Për kundra, si mendon vetëm si ti mbaj.
nën vete. Sot ne vim këtu me këtë skuadër dhe në anën tjetër ka i skuadër tjetër. Pash një këtu që ke kishte posterin të xhami i Berberit, edhe duhet ta mbaj Berberi se ky çuni që është në poster është fiks për të ftuar njerëzit që të qethen mren. Po, jo, është fiks portreti siç janë ata që vijnë te berberanët që futu që të dukesh si ky. Ta mbaj aty thjesht i heqi ato madhështore, ato çan ato se nuk do kenë më kuptim masimet majt, po atë çunin ta mbaj. Dhe çeka i skuadrës. Mirë po, në atë skuadër, në fakt, më i rëndësishmi për ata që duan të dinë se këtë votojnë në 11 maj, është ai që s'është. Më i rëndësishmi në atë skuadër, për gjithë ata që akoma vazhdojnë dhe mendohen çfarë të bëjnë në 11 maj, apo për ata që akoma rrinë me syt nga këneta, është ai kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës, që bëri një faj shumë të madh. Fitoi primaret në gjithë Tiranën. Dhe duke fituar primaret në gjithë Tiranën, përfundoi në barkun e Bufit, e hëngri Bufi. Se Bufi nuk do individ të lirë. Bufi do sklever. Bufi nuk do qytetet bukra. Bufi do vendbanime që t'jetojnë vetëm me hijen e tij. Parafytyroheni. Bufi mori mbështetje të pafundme në disa pika, po 2 pika kanë qenë ato që e kanë mbështet në mënyrën më së mbyllur. Tropoja dhe Kavaja. Tropoja dhe Kavaja janë 2 pikat që kanë pas më pak investime nga qeveria e Bufit se sa të gjithë të tjera në gjithë Shqipërinë. Mendoni që është rasti? Jo, nuk është rasti. Nuk është rasti. Mendoni që është rasti që e hëngri hysën e shkret. Ku është hysa? Ku është? Ku është hysa? Nuk është në skuadër. Më kanë thonë që nuk është asë në Kavaj. Ja u them unë ku është. Ke barku Bufit. Dhe nuk është vetëm hysa. Të gjithë ata që fituan në primare, sepse kishin një fytyrë të tyren, sepse kishin një rreth të tyren, sepse kishin një sinqeritet të tyren, sepse ishin aty në kënet më pa hajde, por ama sidoqoftë, kishin një njerëzillëk të tyren, nuk janë në skuadrën e kënetës. Nuk janë. Nuk janë. Se nuk po them gjellën e detit të Peqinit Darsulën. Se gjeli s'është zok kënete. E Bufi s'mund ta durote gjeli, me zi pritit vini zgjedhjet dhe zhduku fare. I fitoi e primaret. Po them këta të tjerët. Tani i them demokratëve të Kavajës, ata që mendojnë të shkojnë në 11 maj, edhe të vazhdojnë ta hedhin votën në kënet. More, po çfarë? Po si ka mundësi? Po si ka mundësi? Po për çfarë ju duhet? Për çfarë ju duhet? A ju boni qytetin? Jo. Qytetin, aq sa është bërë, e kemi bërë ne. Dhe aq sa do bëhet, do ta bëjmë ne. Po mirë qytetin se ja u bëri. Po ju hëngri dhe Hyseinin. Nuk ja u respektoi minimalisht njeriu tuaj që zgjodhet vetë. Dhe nuk e zgjodhet vetë në revolucion. Ju tha Bufi, dilni, ka ardhur liria, zgjidhni. Ai u nxori të gjithëve me pak, kush e ka kokën i çik si për ujit, i preu të gjithë prap, edhe këneta është rrafsh tash, edhe janë të gjithë bretkosat që bëjnë kua, edhe del edhe në një salamander si ai në Elbasan që thatë do t'ju ham gjallë.
Dhe sot, po I them pandit këtu në sy tuaj, kjo është arsyeja, pse ke ardhur këtu, sepse ne për Kavajën edhe Rogozhinën natyrisht, por fiksimi është këtu. Nuk duam që të mbetemi në asnjë lloj borxhi. Ne duam që Kavajës I dalin borxhit. I kemi sjell Mamicën, kryetaren e kuvendit. I kemi sjell Ilvën, Eldin që prapë është çuni juaj këtu. Antonelën po ashtu dhe me të gjithë këta bashk kemi sjell edhe kryeministrin e luftës Kosovës, një figurë tani më e historisë Partisë Socialiste, por në të njëjtën kohë edhe një protagonist I ndryshimeve demokratike, e njëkohësisht edhe brenda nesh, gjithmonë një urë paqe dhe mirëkuptimi me të gjithë. Kështu që unë nuk e di se çfarë duhet bënim më shumë, po di ama që nëse Kavaja do që ne ta rimarim edhe një herë nga e para me shumë vrull transformimin e qytetit, duhet votoj ne. Nëse Kavaja do që në parlamentin e Shqipërisë të ketë përveç 2 deputeteve që I ka sot, se I ka në listën e mbyllur sot, edhe më shumë se 2, I ka zgjedhjet njërën më të mirë se tjetrën. Nëse Kavaja do që përveç këtyre të mos mungoj me shumicën e vetë në takimin me historinë në 11 maj, për këtë pasaport europiane, që nuk është tesra e Partisë Socialiste, nuk është pasaporta që zëvendëson pasaportën që kemi sot për të lëviz pa viza, është statusi I ri I shqiptarit në Europë, është statusi I ri I Shqipërisë në Europë, është pasaporta e identitetit europian të shqiptarëve, jo vetëm me zakon, se me zakon ne këtu kemi qenë nga më të vjetrit në këtë kontinent, në këtë qell, por edhe me ligj. Nëse I do të gjitha këto, Kavaja duhet bëhet shumicë për Partinë Socialiste. Shumë e thjeshtë. Dhe tek çdo njëri nga kandidatët tanë, Kavajësit që nuk janë socialist, I kanë të gjitha arsyet që të shohin njeriun, të shohin protagonistin shoqëror, të shohin protagonistin politik, të shohin zërat që do t'jenë nesër vlerë e shtuar për Kavajën. Në fundit, kur ne shkojmë në zgjedhje, nuk shkojmë për të bërë krushje. Shkojmë për të bërë krushje. Ne shkojmë në zgjedhje për të zgjedhur kalin më të fortë që e tërheq më shpejt karrocën e punëve tona. Tashi si mund zgjedhësh një gërbuq vetëm se o shkali I nahi e state. Çfarë ke më bet? Si mund të vazhdohet mërë, se nuk e kuptoj, si mund të vazhdohet, se ma tha bukur një zonjë. Tha, po gjithë jetën na kanë thënë ta që ne duhet kujdesemi për pleqt. S'është kjo punë tha, duhet gjithë kemi ne I plak tha të kujdeset për ne. Edhe kështu është. Ore, kush është demokrat me njerëzilik? Ore, nuk duhet shkoj ta votoj kënetën qoftë edhe për mos hyjnë gjinof me majt plaku në huj rrugëve që nuk lidh më as fjalët.
është hysh gjyraf. E tregova atë fabulën kur i thiri baba kalamojt, 3 çunat. Të modit i tha, do kujdesesh për arën. Të dytit i tha, do shesesh prodhimet e arës. Të voglit i tha, kurse ti tha, do kujdesesh për babën, tha. Që kur lajthisi baba, tha, mos e lesh me dal nga shtëpia. I tha i vogli, po si do ta marr vesh unë o bab, tha. Kollaj fare, tha. Kur baba të filloj të ngatroj, tha, fjalët e konakut burrave me fjalët e konakut grave, tha, mos e lej babën me dal mo, tha. Ai bufi atje ngatron, jo fjalët e konakve, po ngatron dynjan. E tashti ngatrohet dhe me kom të veta. Se ma ka thoni ka vajz dikur për një njeri që ngatroj, i thot i gjimo bishtit vet. A i gjimo bishtit vet. Do ta bëjmë kavajën madhështore, që kur e thot këte duhet me i vu vizën. Po nuk duhet ju lodh me të, por duhet ju them që kemi në dorë një mundësi historike. Fati e ka dash që gjithë përpjekja që kemi bërë, gjithë puna që kemi bërë, gjithë durimi që kemi pas, duke i rënë derës Bashkimit Evropian, ne bjerë e dera mbyll, ne bjerë e dera mbyll, ne bjerë e dera mbyll, të na shpërblehet, sepse tani është një moment që jo thjesht për ne, po dhe për interesin e tyre, ata e kanë hap derën. Është shtëpi pasurish, shtëpitë pasurve nuk e mbajnë derën hap gjithkohës, ju e dini shumë mirë. Janë shtëpitë varfërve që e kanë derën hap gjithkohës. Shtëpitë pasurve e hapin derën, jo kur i biti derës, po kur dhe ata aty brenda kanë interes të fusin ty brenda. Dhe ky është momenti që janë përputh këto interesa. Na kanë dhënë 2 vjet kohë deri në 2027. Po të pasurit i harrojnë shpejt ato që thonë, se i del një interes tjetër më i madh. Kështu që ne duhet të vrapojmë që të mbyllim negociatat brenda 2027-s dhe të hymë në atë shtëpi, ta ulim Shqipërinë si zonjë në atë sallon dhe t'i japim fund historisë shekullore të popullit të dorës dytë, të popullit të trajtuar si populli i dorës dytë, të popullit të përçmuar si popull i dorës dytë. Zoti na ka dash të jemi këtu në zemrën e Europës, qysh në agimin e korave, dhe akoma sot jemi të huj për Europën. Këtë mund ta ndryshojmë vetëm vetë, me kokëforci, me karakter dhe me bindjen se identiteti ynë evropian është i patjetërsueshëm. Por kjo do forcë, kjo do bashkim, kjo do të shohësh të kaluarën me sytë të ardhmës, jo të shohësh të ardhmen me sytë e bufit kënetës. Kjo do të shohësh flamurin kuqezi, jo të shohësh ngjyrën e ujit kënetës. Kjo do të shohësh tek tjetri në krah një fuqi më shumë, pavarësisht se ai mund të ketë bindje të tjera, sepse të gjithë bashkë ne një bindje nuk e ndajmë dot. Nuk e ndajmë dot. Bindje që ne jemi pasardhësit e Skënderbeut, pasardhësit e Ismail Qemalit, ne jemi pasardhësit e të gjithë bartësve të amanetit që ka të shkruar fatin evropian të shqiptarve. Na ka ardhur në dorë, si që erdhi në dorë të gjithë atyre që në mars të 92-shit shkuan dhe votuan për Partinë Demokratike. Shumica e tyre nuk ishin me Partinë Demokratike, por ama ishin me Europën, ishin me lirinë, ishin me demokracinë. Dhe donin t'i vinin vullën një darje me të kaluarën. Dhe vajtën atje. 6 muaj më mbrapa e xorën prapë në pakic Partinë e Bufit. Por ama me 22 mars nuk ishte një zgjedhje për partit, ishte një zgjedhje për Shqipërinë, Shqipëria në Europë.
apo Shqipëria akoma me hijen e të shkuarës. Dhe e bën shqiptarët. Disa tjerë bën ato që bëra dhe unë. Unë për bufin nuk shkosha i gjallë për të dhënë votë. Se ja kam një herën sa e kam pa ke qyteti studenti. Ja kam një herën e tesrës partisë punës në xhepin e Partesys Bardh. Që thoshte Ramiz Alia është presidenti jonë dhe nuk mund të votoja për bufin. Por ama si mundet unë të shkoj të votoja për një parti tjetër në 22 mars. Kur 22 marsi ishte vendimarrja midis Europës dhe të shkuarës, nuk mundesha. Atëherë nuk shkoa fare në votim. Kështu që ata demokratë që e kanë kaq problem fytyrën time, që më kanë kaq problem mu, që na kanë kaq problem ne, që kanë kaq problem komunizmin që ka vdek, dhe që në qoftë se ka një qeliz komunizmi që jeton akoma, është mukje truni i vogël i bufit Kënetës. Ata mos shkojnë fare votim. Po jo të shkojnë të hudhen Kënet. Po ne me zije nëzorëm kavaje nga Këneta. Ne i dham kavajës detin. Ne hapëm vijën ujore për ta lidh kavajen me detin. Qa duhem këta mulla? Si mund të qohet robin mjes ditën e diel? Edhe të shkojt maj radh për të hudhë në Kënet. Si është kjo? Po për qarje, për qarë, për shku ke berberi këtu, për qarë, kot, pa lidhje, për qarë, sepse asë nuk kanë në i shansë të fitojnë, do thoni ju po mirë, në qofë se ata s'kanë shansë të fitojnë tipë se bërtet ka shumë, sepse ne nuk na duhet një shumic aritmetike, ne na duhet fryma e bashkimit e shprehur në një shumic shqiptare. Ne na duhet që kur të vinë ata burrat dhe ato gratë që tha Pandi nga gjithë Europa tek sheshi Skënderbej në 16 maj ta marrin shumë të fort mesazhin e 11 majit. Jo ne socialistët, jo, ne populli shqiptar duam të bëhemi pjesë dhe antar të bashkësisë së popujve të Europës. Këtë duhet marrin mesazh, këtë duhet kuptojnë, duhet jetë një shtysë e madhe. Dhe për këtë duhet ndihma gjithë, duhet kontribojnë gjithë. Dhe ju them të gjithë prindërve, dhe këtu e mbylla, prindërve demokrat, që kanë fëmijë sot në shkollë, në Kopës, në Qerdhe, ju them, po çfarë mund t'i bëni ju fëmijëve më shumë? Çfarë mund t'i dhuroni atyre një gjë më të madhe? Duke u angazhu në zgjedhje, se sa të jepni dhe ju kontributin tuaj që t'i jepni fëmijëve pasaportën europiane. Nuk na e dhanë dot ne prindrit tanë pasaportën europiane. Nuk ja u dhanë dot gjyshrin tanë, prindërve tanë pasaportën europiane. Dhe kështu deri thellë në histori, ne mbetëm të huaj në mes të Europës. Ne dhe sot e gjithë ditën kur shkojmë atje, na nxjerrin anash, na fusin në atë korridorin tjetër, fillojnë nga pyetjet, jo ku po shkon, jo kush t'ka ftu, jo sa do rrish, sa lek ke me vete, dhe pastaj ti s'ke hudh akoma hapit brend, kur do ikësh? Të huaj, ndërkohë që me këtë pasaport, fëmijët e këtij vendi mund të shkojnë në çdo shkollë, në çdo universitet, jo si shkojnë sot, si të huaj, me tarifa që prindrit i paguajnë 10 herë më shtrenjtë, se sa prindrit e fëmijëve që janë atje, po me të njëjtat kushte dhe me të njëjtat shpenzime
njësoj si fëmijët e Greqisë, Italisë, Spanjës, Gjermanisë. Qarë mund t'i bëjnë dhurat më të bukur? Dhe nëse e kanë nga që problem që do votojnë aty ku shkruan Partia Socialiste e Tirana, kjo është dhe një arsye më shumë që ta bëjnë, sepse kur t'i japin pasaportën fëmijës nesër do t'i thonë, mër bab, për këtë pasaport i kam dhoni vot një zdapi që nuk e shifsha do të me sy, po e kam bë për ty. Është një argument më i fortë apo jo? Se sa kur t'i japin atë pasaportën thonë emër e Tirana pas ke pas drejt, po unë pas kam gjetë çyryk. Ju falenderoj shumë nga zemra dhe ju siguroj, ju them në fund kaq, ju dhe gjithë kavajës dhe Rogozhinës, ju them kaq. Na jepni 5 në 11 maj dhe ne do t'ja u kthejmë 5 fish në një mandat. Faleminderit shumë. Rrof Kavaja, rrofshin Kavajsit, rrof Rogozhina, rrof gjithë ky popull i mrekullueshëm, socialist, demokrat, të gjithë çka janë. Edhe bashkohuni me këta flamuj, me flamurin më të bukur në botë dhe me flamurin e ëndrës më të vjetër në jetën tonë.